Microsoft dhe përfshirja e teknologjisë në për institucione shkollore dhe administratë publike ndihmon shumë në rritjen e cilësisë në qeverisje dhe transparencë tek publiku. Kështu thanë në hapjen e javës industriale të Microsoftit, ku përmend nevoja për përfshirjen sa më të madhe në për institucione dhe kompani në funksion të ngritjes së kapaciteteve në Kosovë. Ministri i Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami i pranishëm në këtë konferencë njoftoi të pranishmit për bashkëpunimin me kompaninë Microsoft, duke theksuar se do të vazhdojnë me këtë bashkëpunim derisa digitalizimi të shtrihet në të gjitha shkollat dhe universitetet e Kosovës. I pranishëm në hapjen e këtij eventi, Ministri i Administratës Publike Maher Jakxhillar potencoi rolin e teknologjisë në rritjen e transparencës dhe të efikasitetit të administratës publike. Për ndihmesën që Microsoft i ofron një qeverisje më të mirë dhe transparente, e përmendi edhe menaxheri i Microsoftit për Kosovë dhe Maqedoni, Stefan Plandjanski. Një Vlora Ademi, përfaqësuese e Microsoftit, që mbuloi fushën e edukimit dhe citizenship, është programi i Microsoftit, që mbuloi Maqedoninë dhe Kosovën. Microsoft në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, po ashtu edhe me Ministrinë e Administratës Publike, gjithsesi Agjencioni e Shoqërisë së Informacionit, si rezultati i memorandumit të nënshkruar në mars të këtij viti, ne organizojmë për herë të parë në Kosovë konferencën të ashtu quajtur Microsoft Industry Week, ndikimi i vërtet për një qeverisje dhe arsim më të mirë. Kjo lloj konferencë organizohet për herë të parë në Kosovë me tendencë si kjo të ngellë tradicionale. Ideja e konferencës është që mundësisht të ofrojmë partnerëve tanë, gjithsesi institucioneve qeveritare, po ashtu edhe institucioneve arsimore, të japim një elaborim të shkurtër me prezantimet në fushën e teknologjisë dhe absorbimin e teknologjisë në sektorin publik, duke përfshirë tema nga prezantime nga interoperabiliteti, nga vetqeverisja, nga modernizimi i shëndetësisë përmes teknologjisë, si dhe arsimi i shekujt 21 me përdorim të teknologjisë që ne në Microsoft i ofrojmë në fushën e edukimit. Ajo që ka vlen të theksohet se në kuadër të kësaj konference, përveç se patëm ekspert nga Microsofti që dhanë prezentime në këtë sektor, po ashtu shpalosëm edhe fituesin e mësimdhënësit më të mirë në Kosovë, gjithsesi programa quhet Microsoft Innovative Educator. Ky mësimdhënës që më veç u shpalos dje si fitues, që ndaj po ashtu e ndau çmimin Ministri Arsim Bajrami. Ky mësues është nga Gjokova, nga shkolla Zikiria Rexha, dhe po i njëjti mësues do të përfaqësoj Kosovën në nivel botror të konferencës. Në nivel botror të Microsoft organizon konferencë botërore ku të gjithë mësimdhënësit mbar botën konkurrojnë, shpalosin ide të tyre inovative, se si e përdorin dhe absorbojnë teknologjinë në mësimdhënie dhe mësimdhënie. Në këtë eveniment, në cilësinë e panelistit ishte edhe kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti, i cili duke u referuar rëndësisë së teknologjisë informative, tha se Komuna e Prishtinës e përdor teknologjinë informative në komunikim më të mirë të qytetarëve dhe në llogaridhënie, si dhe në ofrimin e shërbimeve sa më të mira për ta. Ai gjithashtu shfrytëzoi këtë ngjarje për të shpalosur planet zhvillimore të komunës sa i përket teknologjisë informative. Kujtim Gashi është drejtori i Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit në Kosovë. Kujtim Gashi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit. Agjencia është agjenci qeveritare e teknologjisë informative që funksionon në kuadër të Ministrisë të Administratës Publike. Kjo agjenci është themeluar në janar 2014, që është pasuese e një departamenti që vazhdon punën dhe objektivat e realizimit të qeverisë në fushën e qeverisjes elektronike, që në të kaluarën ka funksionuar si departament për qeverisje elektronike dhe procese administrative, dhe duke pas parasysh që qeveria e Kosovës ka vënë në prioritet përkushtimin dhe modernizimin e administratës publike, përkatësisht avancimin në qeverisje elektronike dhe ngritjen e nivelit përdorimit aplikimit qeverisjes elektronike në institucionet Kosovës, është themeluar edhe Agjencia e Shoqërisë së Informacionit si institucion qendror, koordinues dhe bashkërendues me institucionet tjera të Republikës Kosovës në shtrirjen dhe zbatimin e teknologjisë informative në nivel vendi. Cili është roli dhe objektivat e agjencisë tuaj? Agjencia është bartëse e politikave të zhvillimit të teknologjisë informative në vend, përkatësisht në institucionet të Republikës Kosovës. Agjencia koordinon dhe harton politikat e qeverisjes elektronike, menaxhon me asetet e teknologjisë informative, konkretisht
me gjithë rrjetin kompjuterik, rrjetin qeveritar që mbulon gjithë territorin e Republikës Kosovës, duke pas parasysh që të gjitha zyrat e administratës publike, zyrat e vendit apo zyrat e gjendjes civile që keni parasysh një shtrirje gjithandej Kosovës dhe në territor jashtëzakonisht me një shtrirje gjanë dhe në terrene jona shumë të përshtatshme, mbulojmë dhe kanë akses në rrjetën kompjuterike, në internet qeveritar, të gjitha institucionet e Kosovës. Përfshirët ato lokale? Edhe lokale, natyrisht, nivelin qendror dhe lokale, shfrytëzojmë fibrin optik nga Telekomi i Kosovës dhe kemi rrjetin mikrovalor që është aset 100% i qeverisë të Kosovës dhe menaxhohet nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit. Gjithashtu, qendra shtetënore e dhonave menaxhohet nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, që është një qendër moderne, bashkëkohore, që është bërë një investim relativisht i lartë edhe institucioneve të Kosovës, po që ka qenë një bashkë investim me Bankën Botërore dhe fondet e saj, që është një donacion. Në shkurt 2014 është inauguru kjo qendër, që është në dispozicion të të gjitha institucioneve. Kjo qendër po shërben si një depo e madhe e dhonave elektronike, dhe kjo ka rritë edhe nivelin e sigurisë për dhonat elektronike, natyrisht edhe ka kriju një kushte shumë më të favorshme edhe për institucionet tona që shfrytëzojnë këto dhe aplikojnë dhonat elektronike. Konferenca Microsoft Industry Week është një konferencë që Microsoft po zhvillon për të parën herë në Kosovë, duhet ta theksojmë. Ishte një kërkesë e jonja si agjenci që kjo konferencë të organizohet edhe në Kosovë. Në të kaluarën, me qenë se Microsoft organizon konferenca të tilla gjithandej botës, në të kaluarën, vitin e kaluar ishte mbajt në Shkup si konferencë rajonale, që marrën pjesë edhe përfaqësues nga Kosova dhe vendet e rajonit. Këtë herë po bëhet në Kosovë, që është e para herë, dhe konferenca bashkë me gjithë ekspertë që kanë prezentuar, do të prezentojnë sot edhe nesër që do të jetë konferencë 2 ditore. Kemi qenë të përfshirë ne dhe në bashkëpunim me Microsoftin që ta shtyjmë një organizim sa më të mirë dhe të mundsohet prezentimi të arriturave, teknologjisë dhe produkteve që Microsoft ofron për fushën e modernizimit të administratës publike dhe qeverisjes elektronike në përgjithësi, si dhe sesioni tjetër është që të prezentohen të arriturat dhe mundësitë që ofrohen nga teknologjia për sistemin edukativ dhe arsimor.